Në kuadër të aktivitetit Wave që do të zhvillohet në Shkodër me 12 gusht në sheshin para Kinema Republika, Bashkia Shkodër ka njoftuar për kufizime të përkohshme në parkim dhe qarkullim. Në ditën ndërkombëtare të rinisë do të zhvillohet një mbrëmje festive. Skena e koncertit do të vendoset në sheshin para Kinema Republika përballë Hotel Golden Palace, ku do të performojnë këngëtarët Ghetto Gjizi, Mike si dhe DJ Gimbo dhe Fanatek. Për mbarvajtjen e aktivitetit, parkimi do të jetë ndaluar para Kinema Republika nga ora 6 e mëngjesit të datës 12 gusht dhe deri në orën 1 të natës të datës 13 gusht. Ndërkohë qarkullimi në bulevardin Skënderbeu do të bllokohet nga ora 18 e pasditës në datën 12 gusht dhe deri në orën 1 të natës me datë 13 gusht. Bashkia Shkodër u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të shmangin këto zona gjatë orareve të përcaktuara dhe të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e autoriteteve. Mbrëmja Wave pritet të sjellë muzikë, energji dhe atmosferë festive në qendër të Shkodrës me pjesëmarrjen e të rinjve dhe qytetarëve.